Nga 19 deri më 27 prill do të mbahet stërviqja ushtarake Shkëlqimi 26. Bëhet fjalë për një stërviqje taktike në terren me qiqje reale, ku do të marrin pjesë rreth 1500 ushtarak. Gjatë stërviqjes do të përdoren mjetet e blinduara, helikopter transporti, mortaja, dron, si dhe automjetet e blinduara për zbulimin dhe shkatrimin e mjeteve shpërthyese Husky 1 dhe Husky 2. Automjetet Striker nuk do të përfshihen për arsye administrative. Njësi do duhet të dëshmojnë aftësinë e tyre për të reaguar në më shumë se 20 skenar të simuluar që përfshin situata dhe incidente të ndryshme, përfshirë edhe forca kundërshtare. Stërviqja do zhvillohet në mbikëqyrje dhe drejtim të vazhdueshëm, pas së cilës do të bëhet vlerësimi nga rreth 40 ekspertë të certifikuar. Pjesa më e madhe e aktiviteteve do të realizohen në poligonin ushtarak në Krivollak. Nëse gjatë këtij muaji stërviqja Shkëlqimi 26 merr vlerësim pozitiv nga vlerësuesit e aleancës, njësia do të vihet plotësisht në dispozicion të komandantit të NATO-s, e gatshme të përballet me sfidat që sjellin tensionet gjeopolitike, nga lindja e mesme deri te konflikti ruso-ukrainas. Sipas autoriteteve, aktualisht nuk ka njoftime për angazhimin e drejt për drejt të kësaj njësie.